Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka reaguar ndaj raportimeve se presidenti rus Vladimir Putin ka vënë në pikpyetje besueshmërinë e udhëheqjes së presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky, sipas agjencisë France Press. Putin bëri thirrje të premten për krijimin e një qeverie kalimtare në Ukrainë, e cila mund të çonte në largimin e Zelenskit. Në një intervistë telefonike për NBC News, Trump u shpreh i zemëruar për deklaratat e Putinit, duke theksuar se këto komente nuk po shkojnë në drejtimin e duhur. Ai paralajmëroi se nëse nuk arrihet një marrëveshje për ndalimin e luftës në Ukrainë dhe nëse Rusia do të ishte fajtore për këtë dështim, ai do të vendoste tarifa të ashpra ndaj eksporteve ruse të naftës. Nëse nuk mund të bëjmë një marrëveshje për ndalimin e gjakderdhjes dhe Rusia është arsyeja që kjo po ndodh, unë do të vendos tarifa dytësore për naftën ruse. Kjo do të thotë se kushdo që blen naftë nga Rusia nuk do të mund të bëjë biznes në Shtetet e Bashkuara. Do të ketë një tarifë prej 25%, madje deri në 50%, deklaroi Trump, duke shtuar se këto masa do të viheshin brenda një muaji në mungesë të një armëpushimi. Pavarësisht kritikave, Trump tha se ruan një marrëdhënie të mirë me Putinin dhe se pritet një bisedë telefonike mes tyre gjatë javës. Ndërkohë Trump ka njoftuar masa të ngjashme për Venezuelën, duke deklaruar në një postim në Truth Social se tarifat e reja do të vendosen në vendet që blejnë naftë dhe gaz nga ky shtet. Sipas analizave nga Qendra për kërkime mbi energjinë dhe ajrin e pastër, disa nga importuesit kryesor të naftës ruse si Kina, Turqia, Brazili dhe India mund të preken nga këto tarifa nëse Trump ndjek të njëjtin model që ka përdorur me Venezuelën. Gjatë fushatës së tij, Trump e ka bërë përfundimin e luftës në Ukrainë një nga premtimet kryesore të politikës së tij të jashtme. Kjo ka çuar në takime mes zyrtarëve amerikan, ukrainas dhe rus, që në muajt e parë të mandatit të tij të dytë. Javën e kaluar, Rusia dhe Ukraina ranë dakord për një armëpushim të pjesshëm, i cili i përfshin sigurimin e lundrimit të lirë në detin e Zi dhe ndalimin e sulmeve ndaj objekteve energjetike të njëra tjetrës.